mirë se vini në kanalin tim. Unë quhem Elsa dhe sot do të kemi një vlog të ri. Sa po jemi ngritur, sot është ditë e shtunë, po mendojmë që të shkojmë dhe të vizitojmë kopshtin zoologjik, meqense edhe Brianit i pëlqen shumë dhe menduam se jo të mos shkojmë edhe kësaj radhe. Kemi vajtur edhe vjet atje dhe na ka pëlqyer edhe neve gjithashtu, jo vetëm Brianit. Ne jemi në Alimos dhe të vesh te kopshti zoologjik është diku tek 35 minuta me makinë. Dhe ditën gjithashtu e kemi mirë, nuk është se është super ngrohtë, siç ka qenë ditët e tjera, por që është mirë, është pak ngrohtë edhe pak e vrentur, është mix koha. Arritëm te kopshti zoologjik, në fillim do t'u tregoj çka outfit of the day. Ka vendosur që të vishem kështu këtu tek kopshti zoologjik, vendosa të vesh këtë këmishën që është me vija, këtë shadhin, ka vendosur ripin kaf, gjithashtu pantallona në ngjyrë kaf dhe çizmet e mia në ngjyrën kafe. Gjithashtu dhe xhupin në ngjyrën kafe, kam vendosur këtë çantën dhe disi kështu dukemi. Premi edhe gjithashtu biletat për të futur brenda. Biletat kushtonin diku tek 25 euro për person dhe jemi futur këtu brenda mezi po pres që të shohim kafshët dhe të nisemi. Briani që nga shumë entuziast, mezi po pretesh, ka hipur edhe te karroca. Dhe Brian, do që të hipesh te karroca dhe të marrim. Brian. Apo të ikësh vetëm me këmbë? Mbase ikëm vetëm me këmbë si duket. Të këtu jam. Da se s'ka kamerë. Okej. Seqo! Ajo ideja që ta shumë si të duket. Jo, ideja është e mirë, nuk janë gjithë japësh 25 euro për të parë kafshët. Është pamje bukur, pamje spektakolare. Spektakolare? Po. Dhe je shumë entuziast që të shohësh të gjitha kafshët Jam këtu? entuziast, jam entuziast. Go, Vetëm go, go. qenë edhe ujqer. Let's go. Hello! Zaj që ndodhet Ariu te ky vend. Ku e di unë? O tigri shimante. Imi mbusin e tigri. Duhet jetë tigri. Tigri shimante. Flegjum tigri. Po shohim gjirafët, po shohim zebrat dhe gjithashtu antilopat dhe duke kaq të bukura, po vetëm se na që është shumë ftohtë edhe nuk vin këtej sepse kur kemi ardhur neve vjet të gjitha kafshat ishin afër nesh, ndërsa si vjet ndoshta kanë ftohtë edhe gjithmonë atje dhe nuk po vin këtej. Do isha shumë e lumtur sikur të vini këtej dhe të shihnim në afër. Të qenë ty. Si po kalon deri tani? Shumë mirë. Desbina. Ti rini? Unë këto kafshë kisha gjera më fshat. Fshati kishe ti? Sigare, zeqa, i remi se liga. Hajde këtu moj, hajde bëjmë fotografi. Έλα πιο το και σου Έλα. Qa po bën Teze Sabi me Brianushin? Teze Sabi? Teze Sabi, moj sa bukur je bër, moj si yll. Thank you. Edhe Brianushi si drita. Qa po ha ti Brianushi? Qa po ha? Haribo? Edhe gorillat që nuk po i shikojmë. Nuk gjende në asgjë kundi.
No, nuk ka. Ç'është ajo mami? Gorilla. Si ja bën gorilla, pa bëhe pak. E po ktheu këtij na kamera. Ktheu këtij na kamera, bëhe pak si gorilla. Gorilla Brianusi. Po shikoni çfarë shikoni grupi? Shikojmë prej jashtë tonë, ne kemi prej jashtë majmunët. Ja ku janë gorilla. Ja, 5 euro. Rini, Mungon dhia? Rini. Çfarë shikoni? Kecat. Ka be kecin Brian? Bëj xhan. Ka frikë Briani. Brian, bëja xhan mami. Nuk të vret, ai është dashuri. E xhan Xhan me zemër. Është mirë. Ja, kitarinë shi. Bravo Brian. Bravo Su. Ja, kësojnë ato, shkojmë me edhe ditë më. Është mirë më i teze. Pupin të vegjëlit. Ja, jak. Qa bën aty, qa bëhante? Mollën e zogjve. Sa të bukur që janë këta, pedja. Shikoni pak sa të bukur. Wow, prit pak Rini. Sa të bukur. Jemi këtu ku janë flutrat edhe gjarpërit, por nuk e di pse më bëhet kamera si me lagështi. Shikoni pak këtu o zot. Oh my god. Si e ka lëkurën. Flamingos dhe mbaruam i vizituam të gjitha kafshët, kështu që le të nisemi sepse po na ngrin edhe duart, i kemi aku. Pasi pam dhe vizituam të gjitha kafshët dhe ngrim dhe vetë së ftoti, imagjinoni, duart nuk po i ndjej fare dhe kamerën e vendosa diku këtu tek makina që të bëja video se dhe kamera nuk e mbaja dot më në duar dhe tani na duhet e vetmja gjë që na duhet dhe na mungon është një drek e mirë dhe ngrohtë. Kështu që atë po bëjmë, po nisemi diku që të gjejmë një vend dhe të ham dhe drekën gjithashtu. Ja dhe Meri që po ngrin dhe po i ngroh duart këtu, edhe Sabi. Zjarë ku je. Në porosisin, qa do ham? Më në i pull. Pull? Makarona në fur. Në makarona në fur? Kemi marrë këtu lakra të zjera. Pastaj kemi marrë tiro kafteri, si që keni kuptuar, ne vdesim për tiro kafteri. Dërsa këtu kemi marrë patate të bëra me lëngun e mishit të shelegut dhe këtu kemi marrë kokoreci. Përëm edhe patate të skuqura dhe të preferuara tona mishi i hellit. Yummy. Sa po mbaruam tek restoranti, tani kemi ardhur direkt në supermarket sepse pam që në shtëpi nuk kishim ujë. They hung gone, am I late? Did I miss the invite? Hej Taku, qa po mendohesh? Ke prishe shumë lek? Mbaruam dhe direkt do vemi në shtëpi sepse po ngrim. Sot është një ftohtë, oh my god. Është një ditë super e ftohtë. Erdhëm në shtëpi, do u bëj një supermarket haul. Kemi marrë këtu 2 çoli me ujë, marrë letra duarësh. Nuk kishim kafe, kështu që morëm këtë kafen, cappuccino. Një pako nga këto, që janë si tip dolce me Kinder. Taku, ka marrë disa croissant me pjeshk. Marrë Taku për veten këtë shampon, Elvive. Morëm 2 pako fara, një pako kemi marrë
pak krip, ndërsa një pakull kemi marrë me krip. Të fundit, gjëra që morëm janë këto Pepsit. Morëm një Pepsi me limon edhe një Pepsi normal. Do bëj në një kafe të ngrohtë. I mora edhe në telefon të tjera, do thash doni që të marr çaj, apo doni që të bëjmë kafe të ngrohtë, do zgjodhen që më mirë të merrim kafe dhe të bënim kafe, nuk donin çaj. Më pas besoj do marrim letra, do bëjmë në një dorë letra, shoqëruar me fara. Era pra nuk e Hej, përshëndetje nga dita tjetër. Kam pak orë që jam ngritur. Gjëja e parë që bëra është të bëja një banjo, të bëhesha pak njeri. E sot hëngrëm dhe mëngjes, radh herë, sepse nuk para ha mëngjes, duke qenë se sa ngrihemi, bëhemi gati dhe dalim. Sot vendosëm që të mos dalim që në mëngjes. Mëngjesi im për sot ishte domate, djath dhe bukë të thekur. Ky ishte mëngjesi im për sot, ndërsa të tjerët hëngën vezë të zjera. Pasi kemi edhe pak vezë nga ato që na solli Tezja. Unë radh herë sot nuk toja vezë, nuk po i preferoja fare, dhe kështu që nuk hëngra. Tani më duhet të shkoj të ngrihem, sepse duhet të gatuaj për drek, duke qenë se ditën në mëngjes e kaluam në shtëpi. Kjo nuk do të thotë që edhe mbas ditën duhet ta kalojmë në shtëpi. Do dalim, do blejmë disa gjëra që na duhen, ndaj unë nuk duhet të humbas më kohë, duhet të ngrihem dhe të filloj të bëj drekën që të ikim pastaj. I shikoni të gjitha këto perimet këtu. Tani mua më duhet që t'i marr të gjitha, t'i pastroj, t'i pres. Këtu është edhe mishi i viçit. Pasi, siç e kuptuat, për drek kemi turli me perime. Perimet i kam gati, i kam pastruar dhe tani është vetëm që t'i presim. Tani burri. Gruaja t'i ka bërë gati të gjitha perimet, i ka lar, i ka prerë dhe tani duhet që të vish ti çosh tek tent. Jo, nuk i kam prerë, vetëm i lava sa të gënjeva. Duhet vish ti, na i presësh, na i bësh gati tek xherja me pak mish, pak salc, pak kavërdisje dhe ta bëj gati drekën. Duhet të dali pastaj, duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, të mos harxojmë kohë dhe të jemi gati për pastaj. Si thua? Më thënë, do gatuaj unë jo ti. Jo, tani bie ti je kuzhinieri, unë jam lipsja. Ço i bie apo jo? Ha? Hengrëm dhe tani kam ardhur tek dhoma sepse na duhet që të vishemi dhe të dalim. Gjalla ish bërë shumë e mirë. Në fakt na kishte munguar ta hanim gjallë me lukë të ngrohtë, pasi jemi masakruar duke ngrënë vetëm jashtë. Dhe kështu që sot vendosëm të bënim gjellë në shtëpi, bëm shumë mirë sepse kish dalë na kënaqi. Tani unë po mendoj se çfarë të vesh dhe po shikoj pak të gjej dhe të zgjedh diçka dhe të vishemi pak shpejt. Dhe ja, gati, u vesha, u bëra gati, vendosa dhe pak fare buzëkuq, me kap nuk vendosa fare, veç vendosa pak kremin hidratues. Veshja është kjo këtu. Kam veshur xhinse në ngjyrën kafe, sambat nga këmba, lart kam hedhur një si tip bluze sportive që është e Sabit, jo e imja. Dhe kështu dukemi, tani jam me mëdyshje për xhup të marr apo jo, sepse në qendër tregtare që do vemi, po të shkojmë në qendër tregtare tek Metromall. Është ngrohtë brenda, por them më mirë të marr një herë një xhup, ta kem dhe më pas nëse vesh mirë, nëse se vesh prap. Okej, le të nisemi. Dhe gati. Sot kisha vendosur që bashkë me Takun të venim në një dyqan, sepse dua që të marr pak disa produkte të Skin Koreas. Dhe gjithashtu do merja dhe shambon e flokëve që më tha parukeri kur vajta, sepse që të më recistoj ngjyra e flokëve sa më shumë, duhet që të marr duhet që të marr një shambo silver që të mbaj bojën dhe
gjatë gjithë kësaj kohe nuk e ka marrë, sepse duke qenë se kemi bredhur andej këtej lart e poshtë edhe nuk na ka dalë rruga që të veja ta merrje. Kisha vendosur që t'i merrja sot këto të gjitha, por duke qenë se na iku dita kështu pa kuptuar, nuk bëm asgjë. E lam që të shkojmë në një moment tjetër dhe sot kemi vendosur të vemi tek Metro Mall, me qenë se ka vajtur Rini, Meri edhe Ori. Themi të shkojmë edhe ne gjithashtu, mund t'jem bërë shumë ulje, kështu që për të bërë s'kemi çfarë bëjmë, le të shkojmë një xhiro atje, t'ju hedhim edhe një sy dyqaneve dhe më pas nuk e di se çfarë do bëjmë. Dhe ja, ku arritëm në Metro Mall dhe tani që e parë që do bëjmë është të bëjmë një xhiro, të gjejmë pak Merin edhe Rini se ku ndodhen dhe më pas besoj do futemi me ndonjë dyqan që të shohim çfarë uljesh janë bërë, sepse më mori Meri në telefon dhe më tha që janë bërë shumë ulje. Unë me thënë të drejtë nuk është se më duan ndonjë gjë, pasi i kanë blerë të gjitha, por që do ju hedh një sy dyqaneve dhe jep, shpresoj të gjejmë gjëra të mira dhe me çmime të arsyeshme. Sa të kisha që janë për verë, po të drejtë, përse është për në një kutje, 23 euro është kjo këmbisha, është shumë e bukur, është shumë modë, po është se kam parë sabi një të tillë të rozë, po them mos jap 23 euro për Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes. Dolëm dhe nga qendra tregtare dhe unë për veten time nuk është se gjeta ndonjë gjë që më pëlqeu, por besoj që do vi përsëri të shoh më mirë dhe më duket se ka bërë blerje, disa blerje të vogla Meri, Merinin edhe Ori. Kemi vendosur që tani të shkojmë drejt edhe në bowling. Pra Janush. I kemi gjetur të gjitha vendet të zëna dhe i ulur këtu dhe po presim që të na lerohet ndonjë tavolinë. Ndërkohë çunat kanë vajtur dhe po luajnë bilardo, ndërsa ne gocat jemi këtu dhe po presim.
sa po mbërritëm në shtëpi, gjëja e parë që bëra është të ndrohem, vesha dhe rrobet e gjumit, se lozoj shumë dhe fitova të gjitha lojrat. Vesha ka, fitoj më duket ose Taku ose Kunati, një nga këta të dy më duket se Rini fitoj, fitoj Rini. Bë mirë që dolëm sepse bëm vërtet një gjë ndryshe. Erdhëm këtu dhe i thash Meri ma e pak mua çantën që t'i bëj një hol, edhe më pas ti këtu je në mëngjes do ta kaloj unë edhe Meri. Kështu që e mora çantën dhe kjo është çanta. Po ju a tregoj direkt se çfarë ka bler Meri. Shoh që pas ka bler këtë bluzën, por për këtë më ka futur, por nuk e ka bler tek Zara ose te Bershka, me sa shoh e pas ka bler tek Sinsay. Është një dyqan që gjetëm këtu në Athinë. Na tregoi kushëri i Rinit edhe kishte gjëra me çmime normale dhe të arsyeshme dhe Meri pas ka marrë këtë bluzën. Këtë futerin e ka bler tek Pull and Bear, pas ka bler një futer të zi, oversize, sepse mund ta veshi edhe Rini këtë, duke qenë se është edhe për djem. Pas ka marrë në masën medium dhe pas ka pasur goxha ulje, pas ka pasur 43% ulje nga 30 euro. Jo, 23 euro ka bërë 13 euro. Shumë mirë, mirë fare. Bravo Meri, unë nuk është se jam tipi i gjërave sportive, nuk para siç më keni parë dhe juve nuk para vesh sportive, por që Meri t'i shkojnë dhe ndaj ka marrë. Këtu pas ka marrë motra ime një palë xhinse, ngjyra më pëlqen, është ngjyrë e xhinsit të hapur, gjë që shkon shumë dhe është ky xhinsi këtu me këto detajet, me xhepa, pas ka xhepa, nga mbrapa ka këtë pjesën kaq të bukur me këto dyja këtu të qëndisurat me xhepat mbrapa dhe në ngjyrë që ka shumë të bukura këto xhinse, po shoh pak se sa i ka bler, në numrin 36 dhe këto pas ka pasur goxha ulje, kanë qenë 30 euro dhe i ka bler 15 euro. Do me thënë 50% ulje. Bravo Meri. Shumë të bukura, t'i gëzosh motra. Këto ndoshta do i marr në një xhiro. Do shoh nëse qofse do më bëj, nuk e di, më duket se edhe unë tek ky numër jam, por varet nga lloji i xhinseve. Ndonjëherë këto që janë shumë të gjera nuk para më bëjnë në këtë lloj numri, por që do shohim. E fundit po. Të fundit janë këto. Pas ka marrë Meri dhe përsëri pas ka marrë tuta të zeza, kanë këtë materialin kështu dhe më duken të mira, por me sa shoh marrë kanë pak push, por që okej, të shoh pak çmimin, nëse janë vlej. Okej, për këtë çmim që i ka marrë, shumë mirë ka bërë, sepse dhe unë të isha do i merja në fundit i vesh, del me këmbë i vesh, do të vesh në supermarket i vesh, do të rish në shtëpi sa më mirë dhe sa më qetë i vesh, kështu që shumë mirë ka bërë, i ka marrë dhe në ngjyrën e zezë dhe besoj mundet që ta kombinoj edhe me futerin e zi dhe bëhet një kostum super fare. Tu tregoj dhe pak çmimin, nuk ju thash që ku i ka marrë, këto i ka marrë te Bershka Meri, ndërsa futerin mbaj mend e kishte marrë tek Pull and Bear dhe i ka marrë tutat në masën medium dhe nga 16 euro i ka marrë 12 euro. Shumë të bukura edhe këto, t'i gëzosh me rushke motrës. Tani do shoh pak xhinset ku i kishte marrë, sepse këto i pash, edhe xhinset i ka marrë tek Bershka. Dhe doni, futuni dhe juve, shikoni pak ullet që janë bërë, sepse tek Zara nuk është se kishte bërë në një ulje se kush e di, ndërsa këto të tjerat pas kanë bërë goxha ulje. Dhe të gjitha këto të Merit pas kanë vajtur në 27 euro. Ky ishte i gjithë holi i rrobave që kishte bler Meri, që kishte zgjedhur. Dhe siç e shihni që nuk po mbaroj të flas, por nuk është e vërtet sepse jam shumë e lodhur dhe jam gati që ta mbyll kamerën, ta vendos në bateri dhe të shkoj të flej gjumë dhe këtë do bëj. Ne do shihemi në një ditë tjetër dhe unë po e mbyll këtu këtë ditë. Ju uroj natën e mirë dhe shihemi në një ditë tjetër.